Florin Durmisha ju kthye në çështje përgjatë vitit 2019. Sulmuesi shqiptar vendosi të largohej nga Shqipëria ku kishte luajtur deri me grup moshën U21. Durmisha i zgjodhi Greqinë ku asgjë nuk shkoi siç e kishte parashikuar, duke u aktivizuar vetëm në një ndeshje. 29 vjeçari e kishte karrierën në rënje më pas. Për këtë sezon ka firmosur te Iraklis në kategorinë e dytë greke. Minutat për Durmishajn kanë qenë të pakta. Sot ju besua një penallti në minutën e 75 që rezultoi vendimtare për fitoren 0-1 në transfertën e Asteras Tripolis B. Iraklis kurëson aktualisht renditjen e përgjithshme dhe synon ngjitjen e elit, për të ishte goli i dytë në 2 ndeshjet e fundit.